Protestë kundër luftës në Tel Aviv. Netanyahu kërcënimi më i madh për Izraelin. Më shumë se 1000 protestues u mblodhën në Tel Aviv për të kundërshtuar luftën dhe për të bërë thirrje autoriteteve izraelite që të ndalin konfliktet, veçanërisht ato që përfshin Iranin, Libanin dhe Gazën. Protesta u zhvillua në sheshin Habima, ku qytetarët borërisnin slogane mos bombardoni, diskutoni, mbaroni marrëzit e Bibit, duke drejtuar kritika të forta ndaj kryeministit Benjamin Netanyahu. Një prej pankartave më të forta mbante mbi shkrimin Netanyahu është kërcënimi më i madh për ekzistencën e Izraelit. Megjithatë, protesta u ndërprer nga policia vetëm pak minuta pas nisjes, pasi leja zyrtare ishte dhënë për maksimum 150 pjesëmarrës për shkak të masave të rrepta të sigurisë në një kohë tensionesh të larta. Një pjesë e protestuesve u larguan ndërsa të tjerët zgjodhën të uleshin në tokë duke vijuar në mënyrë paqësore. Alon Lee Green, bashkëudhëheqës i organizatës Standing Together, një grup izraelit të palestinez që organizoi protestën, deklaroi policia përpiqet të hesh zërin ton, por është detyra jonë të jemi të pranishëm. Jemi këtu për të kërkuar fundin e luftës në Iran, Liban dhe Gaza, për të ndalur përpjekjet në bregun perëndimor. Një protestuese 62 vjeçare, Cecil, u shpreh se ishte kundër luftës pasi dëshiron të sfidojë arsyet që kryeministri paraqet për vazhdimin e konfliktit. Protesta pasqyron rritjen e pakënaqësive brenda vendit ndaj politikave të luftës.